Nuk ka vitamina që e bëjnë penisin 30 vite më të ri në mënyrë magjike. Megjithatë, ka disa vitamina dhe lëndë ushqyese që ndihmojnë qarkullimin e gjakut, nivelin e testosteronit dhe funksionin erektil, të cilat janë thelbësore për shëndetin seksual mashkullor. Vitamina D, hormoni i forcës mashkullore. Nëse ekziston një vitamin që lidhet drejt me fuqinë mashkullore, ajo është vitamina D. Në fakt, shumë studiuese konsiderojnë më shumë si hormon sesa si vitamin, sepse ndikon në dhjetëra procese në trup përfshirë prodhimin e testosteronit. Pse është kaq e rëndësishme për ereksionin? Ereksioni është në thelb një proces qarkullimi gjaku. Kur truri dërgon sinjal, enët e gjakut zgjerohen dhe gjaku mbush indet e penisit. Nëse enët janë të dobëta, të bllokuara ose nuk reagojnë mirë, ereksioni dobësohet. Vitamina D ndihmon në shëndetin e enëve të gjakut. Përmirëson elasticitetin e arterieve. Ndikon në prodhimin e testosteronit. Studimet kanë treguar se meshkujt me mungesë të vitaminës D kanë më shumë gjasa të përballen me probleme erektile. Testosteroni dhe lidhja me vitaminën D. Testosteroni është hormoni kryesor mashkullor. Ai ndikon në dëshirën seksuale, fuqinë e ereksionit, energjinë fizike, masën muskulore, vetbesimin. Mungesa e vitaminës D lidhet me nivele më të ulëta të testosteronit. Kur niveli i saj rritet në mënyrë natyrale, shpesh përmirësohet edhe balanca hormonale. Shenjat që mund të tregojnë mungesë të vitaminës D. Lodhje e vazhdueshme, rënje e dëshirës seksuale, ereksion më i dobët, gjendje e ulët emocionale, dhimbje muskujsh. Shumë meshkuj nuk e dinë që ka mungesë derisa bëjnë analiza gjaku. Si ta rrisni në mënyrë natyrale? Ekspozimi në diell 15-20 minuta në ditë kur është e mundur. Peshk yndyror, salmon, ton, vezë. Suplemente vetëm pas këshillimit me mjekun. E vërteta që duhet ta dini. Vitamina D nuk është pilul magjike, por nëse trupi juaj ka mungesë, korrigjimi i saj mund të sjellë përmirësime reale në energji, humor dhe performancë seksuale. Shumë meshkuj mbi 35-40 vjeç ka mungesë pa e ditur. 2. Vitamina B3, niacina, vitamina e qarkullimit të fortë. Nëse ereksioni është çështje gjaku, atëherë qarkullimi i mirë është qelësi. Këtu hyn në lojë vitamina B3, e njohur si niacina. Niacina ndihmon trupin të zgjas enët e gjakut, përmirësoj rrjedhën e gjakut, ul kolesterolin e keq, LDL, përmirësoj funksionin vaskular. Kur enët e gjakut janë më elastike dhe të hapura, gjaku arrin më lehtë në indet e penisit. Kjo mund të ndihmojë veçanërisht meshkujt që kanë probleme të lehta deri të moderuara me ereksionin. Si funksionon? Niacina rrit prodhimin e oksidit nitrik, një molekul që relakson enët e gjakut. I njëjti mekanizëm përdoret nga shumë medikamente për ereksionin. Studime të ndryshme kanë treguar se meshkujt me kolesterol të lartë që morën niacin pan përmirësim në funksionin erektil. Burimet natyrale të vitaminës B3. Mishi i pulës, mish viçi, peshku, kikirik, drithërat integrale. Kujdes, dozat e larta si suplement mund të shkaktojnë skuqje të lëkurës ose probleme me mëlçin. Gjithmonë konsultohuni me mjekun. 3. Vitamina E mbrojtësi e enëve të gjakut. Vitamina E njihet si antioksidant i fuqishëm. Ajo mbron qelizat nga dëmtimi oksidativ, një faktor i madh në plakjen e enëve të gjakut. Me kalimin e viteve, radikalet e lira dëmtojnë arteriet, qarkullimi, elasticitetin e indeve. Vitamina E ndihmon të mbaj enët e gjakut të shëndetshme, përmirësoj qarkullimin, mbështes fertilitetin mashkullor, mbroj qelizat nga plakja e parakohshme. Prandaj shpesh quhet vitamina e rinis. Burimet natyrale të vitaminës E. Bajame, fara luledilli, pina, avokado, vaj ulliri. Realiteti që duhet ta dini. Asnjë vitamin nuk e kthen kohën pas 30 vite. Por, qarkullimi i mirë, hormonet e balancuara, zemra e shëndetshme, stresi i ulët, janë faktorët që ndikojnë drejt për drejt në performancën mashkullore. Nëse kombinohen ushqim i shëndetshëm, aktivitet fizik, gjumi cilësor, kontrolli i rregullt mjekësor, rezultatet mund të jenë të dukshme. Mineralet që ndikojnë drejt për drejt në testosteron dhe performancën mashkullore. Nëse vitaminat ndihmojnë qarkullimin dhe mbrojtjen e enëve të gjakut,
mineralet janë themeli i hormoneve mashkullore. 2 nga më të rëndësishmit janë zinku, magnezi. Le t'i shohim me radhë. 1. Zinku, minerali i testosteronit. Zinku është një nga elementet më të rëndësishëm për prodhimin e testosteronit. Pas asit të mjaftueshme zinku, trupi e ka të vështirë të prodhojë këtë hormon thelbësor. Pse është kaq i rëndësishëm? Zinku ndikon në prodhimin e testosteronit, cilësinë e spermës, dëshirën seksuale, funksionin e prostatës, forcën e sistemit imunitar. Studimet kanë treguar se mungesa e zinkut lidhet drejt për drejt me rënje të testosteronit dhe ulje të dëshirës seksuale. Shenjat e mungesës së zinkut: rënje e dëshirës seksuale, lodhje, rënje e flokësh, infeksione të shpeshta, probleme me fertilitetin. Shumë meshkuj që han pak mish ose kanë dietë të varfër në proteina mund të kenë mungesë pa e ditur. Burimet natyrale të zinkut: mishi i kuq, gocat e detit shumë të pasura me zink, farat e kungullit, vezët, arat. Dozat e tepërta mund të shkaktojnë probleme me stomakun dhe të ndikojnë në bakrin në trup. Mos e teproni me suplementet. 2. Magnezi, minerali i relaksimit dhe energjisë. Magnezi shpesh nënvlerësohet, por ai luan rol të madh në balancën hormonale, cilësinë e gjumit, uljen e stresit, qarkullimin e gjakut. Stresi kronik rrit kortizolin, hormon që ul testosteronin. Magnezi ndihmon në uljen e stresit dhe përmirëson cilësinë e gjumit, gjë që ndikon pozitivisht në hormonet mashkullore. Si ndikon në performancën seksuale? Ndihmon relaksimin e enëve të gjakut, mbështet prodhimin e energjisë, përmirëson cilësinë e gjumit, gjatë gjumit prodhohet më shumë testosteron. Meshkuj që flen pak ose janë vazhdimisht të stresuar shpesh kanë nivele më të ulta testosteroni. Burimet natyrale të magnezit: pina, bajame, çokollatë e zezë me përqindje të lartë kakao, fara kungulli, fasule. Përfundimi i madh: nuk ekziston një pilulë që e bën trupin 30 vite më të ri, por kombinimi i vitaminës D, vitaminës B3, vitaminës E, zinkut, magnezit, ushqimit të pastër, aktivitetit fizik, gjumit cilësor, mund të përmirësojnë ndjeshëm, qarkullimin, testosteron, energjinë, performancën seksuale. Nëse problemi vazhdon, është shumë e rëndësishme të konsultoheni me mjekun, sepse shpesh problemet erektile janë shenjë e hershme e problemeve kardiovaskulare.